të buzëqeshur ju afruan recepcionit. Nënë e birë nga Amerika kishin zgjedhur Gjakovën si destinacion. E Hotel 12 ishte zgjedhja atyre për të cilin foli Dakota Walter. There was quite a few options in the area. And I'm super glad. Ne kishim shumë opsione në këtë zonë dhe jam shumë i lumtur që kemi qëndruar këtu. Ne kishim rezervuar në një hotel tjetër, por në momentin kur erdha në këtë hotel të poshtë dhomën, vendosëm të anulojmë rezervimin tjetër dhe të qëndrojmë këtu. Është një lokacion ideal dhe afër çdo destinacioni, dhe kjo është e mrekullueshme. Ai foli po ashtu për pjesën më të preferuar të tij në qytetin e Gjakovës. I'm a coffee guy and it's been awesome. E pëlqej shumë kafen dhe është e mrekullueshme që ju këtu keni shumë kafeteri. Në mbrëmje njerëzit janë jashtë duke shëtitur në qytet dhe kjo më pëlqen shumë. Adhuroj po ashtu qashin e madhe. Jemi ndalur përpia aty disa net me parë me shoqëri dhe është shumë bukur. Dakota tregoi se pse vendosi të vizitoj Gjakovën. I have friends that worked here. Unë kam shok që kam punuar këtu dhe ata më tregonin gjithnjë sa bukur është Gjakova. Pastaj unë dhe nëna ime vendosëm të vinim këtu për pushime dhe deri tani gjithçka është shumë mirë. Moti po ashtu këtu është shumë i mirë dhe më i përshtatshëm se sa në Amerikë. Dakota Walter dhe nëna e tij kanë udhëtuar nga shteti amerikan Idaho drejt Gjakovës, ku pas eksplorimit të qytetit, ata do të udhëtojnë drejt Shqipërisë, duke e nisur nga Valbona dhe bukuritë e saj për të vazhduar më pas drejt Bregdetit shqiptar.